Territori shqiptar për datën 22 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me kthjellime dhe temperatura të ulta në orët e para, ndërsa pasditja do të sjellë rritje graduale të temperaturave dhe mot kryesisht me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe të ulta. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 5 orë diell në pjesën më të madhe të territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 22 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 22 dhjetor do të jetë rreth orës 6:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 13 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 8 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 15 gradë Celsius. Korçë, 1 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 16 gradë Celsius.